Integrimi në jetën shoqërore i fëmijëve jetim pas daljes nga strehat sociale është një nga problematikat kryesore me të cilat përballet shoqëria jonë. Ata, fëmijët e rritur pa përkujdesin, mbrojtjen dhe dashurinë prindërore pa dashur gjatë rrugëtimit të tyre, bien shpesh pre e joshjeve të liga, rretheve vicioze të cilat nuk bëjnë gjë tjetër veç se në rastin më të mirë vështirësojnë e gati e bëjnë të pamundur integrimin me sukses të tyre në shoqëri dhe në rastin më të keq dëme në shëndet apo kthimin e tyre në element negativ të shoqërisë. Këtu lind pyetja: kush duhet të kujdeset për këta fëmijë? Cila është ajo dorë ngrohtë që duhet të ndjek e të shtrëngojë duart e ftohta të paputhura nga dashuria prindërore këtyre viktimave të labirinthit të jetës? Fëmijët në institucionet tona të përkujdesit social me ligj rrinë deri në moshën 15 vjeç. Natyrisht pas kësaj Shërbimi Social Shtetëror në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit i dërgon këta fëmijë në shkolla të pririve të tyre, të cilat kanë edhe konvikte. Problemi lind pasi këta fëmijë mbarojnë shkollat e mesme dhe nuk vazhdojnë shkollën e lartë. Natyrisht ka politika të cilat përfshin strehimin dhe punësimin e tyre, të cilat zbatohen nga komunitetet vendore dhe nga shërbimi kombëtar i punësimit me programet e ndryshme të nxitjes së punësimit. Natyrisht këtu zinxhiri ndonjëherë nuk funksionon në rregull dhe duhet të bëj një apel drejt pushtetit vendor që këta fëmijë t'i përfshij në kujdesin e tij parësor, sepse këta fëmijë nëse nuk do të strehohen, nëse nuk do të punësohen, detyrimisht do kthehen në fëmijë të rrugës ose dhe në rastin më të keq në kontingjente kriminale, të cilat natyrisht ne nuk i duam dhe natyrisht duhet që të gjithë me partneritet si shteti, komunitetet vendore dhe shoqëria civile ta marrin parasysh të problem dhe të zgjidhjet konkrete. Ndërkohë, Ilir Çumani, drejtori i përgjithshëm i Institutit Kombëtar të Integrimit të Jetimëve Shqiptar, gjatë një interviste për Atë Shën, u shpreh se: Për hir të së vërtetës do të thënë që këta fëmijë pasi dalin nga dyert e këtyre institucioneve, përballen me probleme të shumta të aspektit social, psikologjik, që kanë të bëjnë me çështjen e integrimit të tyre në vijimësi. Ata përballen me një realitet krejt ndryshe, me situata krejtësisht pa njohura për ta, sepse në vendet ku ata akomodohen dhe vendosen janë jashtë kujdesit dhe vëmendjes së duhur të institucioneve që duhet përgjigjen për ta. Për këtë arsye, një pjesë e mirë e tyre braktisin shkollat, i nënshtrohen situatave të papritura të njerëzve keqbërës dhe organizatave që veprojnë në dëm të shëndetit dhe jetës tyre. E përjedhoj shteti këtu duhet të ndikojë ndjeshëm në përmirësimin e kushteve sociale të tyre dhe të mbrojtjes së tyre nga ana ligjore, për arsye sepse një pjesë e mirë e këtyre fëmijëve vijnë nga kontingjenti i fëmijëve jetim biologjik. Statusi aktual i jetimit nuk merr në mbrojtje ligjore këta fëmijë. Projekti ynë është që të nxisim aktorët institucional dhe ata social që merren me përmirësimin e statusit të jetës së këtyre fëmijëve, të rinjve pa kujdesim prindëror, nëpërmjet një legjislacioni bashkëkohor, ku të parashikohen të gjitha beneficet që duhet të garantojë një shtet demokratik në aspektin ligjor, social, institucional, ku të parashikohen punësimi dhe shkollimi i tyre dhe zënia e tyre në punë për të integruar më tej. Për këtë arsye duhet që të rol të rëndësishëm të luajë pushteti lokal. Në kuadrin e decentralizimit, që është një projekt madhor i qeverisë, janë përfshirë dhe nuk janë lënë mënjanë edhe institucionet për kujdes social që merren në administrim nga pushteti lokal dhe ai vendor, të cilët ata janë pranë komunitetit, e kanë të prekshme realitetin dhe janë në gjendje të evidentojnë rastet e rrezikut ku tu asistohet me programe mbështetëse këtyre familjeve që prodhojnë në kontingjentin e tyre dhe fëmijët e tim. Çumani më tej vlerësoi birësimin si një nga rrugët kryesore për të zgjidhur këtë problem. Ai, duke vlerësuar tepër pozitivisht legjislacionin shqiptar, vuri theksin tek bashkëpunimi. Është një nga mënyrat
më të mira që të mund të shmangin këta fëmijë nga fataliteti dhe nga pozicioni i pafavorshëm social i tyre. Për këtë arsye, institucionet e përkujdesit social duhet të bashkëpunojnë në mënyrë kapilare me të gjitha allkat dhe aktorët e pushtetit vendor dhe të qendror dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit, që është një institucion administrativ, politik bërës dhe ligjzbatuese për ligjin e birësimit, për të zbatuar ligjin e birësimit, ku këta fëmijë që janë të pamundur për të siguruar një familje në origjinë, ose janë fëmijë që vijnë nga risku, këtyre fëmijëve të sigurohet një familje alternative që do të mundet të kenë mundësi për të integruar si gjithë familjet tjerë në një familje të shëndetshme. Në Shqipëri numërohen rreth 31.000 jetim dhe çdo vit birësohen nga 50, 70 apo dhe 80 në rastin më të mirë. Fëmijët e tjerë mbeten me shpresën e dorës së ngrohtë, e cila do t'i përkrante ata gjatë rrugëtimit të tyre drejt integrimit jetës.